Një natë që theu rregullat e heshtura të spektaklit. Mbrëm vonë, në një moment që askush nuk e kishte parashikuar, kanalet e transmetimit live u mbyllën papritur, duke lënë publikun përballë një heshtjeje të pazakonshme. Në një format ku gjithçka është e hapur, e monitoruar dhe e ekspozuar, ndërprerja e menjëhershme e transmetimit ishte sinjali më i fortë se diçka serioze kishte ndodhur. Shkaku ishte një incident i rënd. Alba kishte ushtruar dhunë fizike ndaj Limit dhe Dolces. Një akt që jo vetëm tronditi banorët brenda shtëpisë, por theu edhe një nga parimet themelore të spektaklit, transparencën e vazhdueshme. Situata ishte e rëndë dhe e ngarkuar emocionalisht. Konfliktet verbale dhe tensionet psikologjike janë të zakonshme në një format si Big Brother, por kalimi i kufirit drejt dhunës fizike shënon një pikë kthese. Mbyllja e kamerave nuk ishte thjesht një vendim teknik apo procedural, ishte një pranim i heshtur se realiteti kishte dalë jashtë kontrollit të skenarit të zakonshëm televiziv. Për herë të parë pas shumë kohësh, publiku nuk ishte dëshmitar i gjithçkaje. Pas incidentit, shtëpia u mbështoll nga një atmosferë e rëndë. Banorët, të tronditur dhe të hutuar, u përballën me pasojat e një situate që askush nuk dëshironte ta përjetonte. Limi dhe Dolce, të prekur drejt për drejt nga dhuna, u gjendën jo vetëm përballë dhimbjes fizike, por edhe asaj emocionale. Ndjenja e pasigurisë, frika dhe zhgënjimi u bën të dukshme, ndërsa Alba, si protagoniste e aktit, u kthye në qendër të një stuhje reagimesh. Hapja e kanaleve live rreth 30 minuta më vonë ishte një moment po aq domethënës sa edhe mbyllja e tyre. Publiku u rikthye në shtëpi, por jo në të njëjtën realitet që kishte lënë. Atmosfera kishte ndryshuar rrënjësisht. Nuk kishte më muzikë, të qeshura apo biseda të lehta. Në vend të tyre kishte heshtje, fytyra të lodhura dhe një ndjesi kolektive se diçka e parikthyeeshme kishte ndodhur. Në ato momente pas incidentit, banorët filluan të hapeshin emocionalisht. Të Limi foli për ndjenjen e padrejtësisë dhe për faktin se dhuna, pavarësisht rrethanave, nuk mund të justifikohet kurrë. Fjalët e tij nuk ishin thjesht një reagim ndaj goditjes fizike, por një reflektim mbi presionin e vazhdueshëm psikologjik që një ambient i tillë ushtron mbi individin. Dolce, nga ana e saj, u shpreh e tronditur dhe e lënduar, duke theksuar se ajo nuk e kishte imagjinuar kurrë që një konflikt brenda lojës mund të arrinte në një nivel kaq ekstrem. Situata u bë edhe më e rëndë për shkak të faktit se ky ishte një rast i rrallë dhe i pazakontë në Big Brother Kosova. Spektakli, i njohur për dramat, debatet dhe përplasjet verbale, rrallëherë ka përjetuar ndërprerje të transmetimit për shkak të dhunës fizike. Ky precedent ngre pyetje të forta mbi kufijtë e lojës, përgjegjësinë e produksionit dhe ndikimin që izolimi dhe presioni i vazhdueshëm kanë mbi shëndetin mendor të banorëve. Nga perspektiva e publikut, kjo ngjarje solli një ndjenjë pasigurie dhe konfuzioni. Mbyllja e